Kështjella në Francë i përket Ermal Beqirit apo Edi dhe Olsi Ramës, Berisha kërkon të zbardhet e vërteta, pasuritë e shqiptarëve u kthyen në jahtë e avion. Gjatë një deklarate për mediat jashtë ambienteve të SPAK-ut, kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha komentoi arrestimin në Francë të Ermal Beqirajt dhe pasuritë e sekuestruar apo të evidentuar atje, mes të cilave përmendjet dhe një kështjellë. Berisha ngriti dyshime se pasuritë luksoze, të cilat sipas tij janë krijuar me paratë e rrogave dhe pensioneve të shqiptarëve, mund të lidhen me njerëz pranë pushtetit. Ai deklaroi se kryeministri Edi Rama nuk do të pranonte persona të tjerë me kështjella në rrethin e tij. Sipas Berishës, hetimi duhet të përcaktojë nëse kështjella është në pronësi të Ermal Beqirat apo Edi dhe Olsi Ramës. Ai kishte kështjellë, jahte dhe avion. Rrogat dhe pensionet e shqiptarëve janë vjedhur dhe janë shndruar në pasuri prallore nga Ermal Beqiri. Megjithatë, hetimet do tregojnë se kështjella mund të jetë Edi Ramës, sepse ai nuk do të toleronte në rrethin e tij kështjellar të tjerë përveç vetes, u shpreh Berisha.